Situata nga zjarret e qarku Dibër është më e qetë në këtë fillim jave. Vatrat që ishin aktive në Dibër klose mat janë izoluar, ndërsa po mbajnë nën monitorim për të mos u reaktivizuar për shkak se ka ende trungje të ndezura mes tyre. E vetmja vatra aktive aktualisht është ajo në Ballënjë të Martaneshit, e cila ka nisur në anën e Librazhit dhe ka hyrë në territorin e Bulqizës. Prefekti i qarkut Dibër në Zhbedin Shehu tha se në terren janë 10 forca që po punojnë që flagët të mos avancojnë më shumë. Krahasuar me javën tjetër, jemi një situatë më të qetë para fillimit të javës tjetër ku fikën zjarre të mëdha në Lur dhe në zonën e Selishës, si kapte të dy bashkitë. Gjithsesi kemi pas zjarre aktive, zjarre që janë menaxhuar për punë 3-4 orësh, pothuajse në gjitha bashkitë. Momentalisht kemi një zjarr aktiv në zonën e Ballënjës që ka ardhur nga kufirit territoriali i bashkisë Librazh. Është zjarr kryesisht në Shkurrë dhe Livadhe, por po monitorohet nga punojësit e agjencisë të zonave të mbrojtura. Sa është fut në territor, jemi nga dëshmëri, po qëse do kemi zjarr, do e luftojmë. Zjarr aktiv kemi pas 3-4 ditë në bërshi të bashkisë Klos, që e kemi izoluar edhe për fat keq është aktivizuar 3-4 herë. Kemi dhëna që mund të kemi edhe zjarr në vende të qëllimshme. Policia e shtetit po bën hetime, po kështu edhe në Patin kemi pas një zjarr më, por që momentalisht është në monitorim dhe është pothuajse i fikur. Prapë zona e qafës Helmesit, që ndan Selishën me zonën e Bulqizës, ka pas vatra tymi dje, që po monitorohen edhe po janë në zjarr fiksit në terren. Duke marrë shkas nga situata e krijuar nga zjarret në të gjithë territorin, Shehu ju bëri apel banorëve të mos bëhen shkak për ndezjen e zjarreve, meja po pa dashje. Dita është e gjatë, dita është e nxehtë, edhe për fat keq në çdo bashki kemi 2-3 zjarre në ditë. Edhe unë gjej rasti duke thirrje prap gjithë qytetarëve, bëjnë shumë kujdes, mos vënë zjarret qoftë pa qëllimshme, pra për pastru bashkët apo për pastru arët, të njoftojnë kohë për që se ka zjarre, me qëllim që me qenë se presin paktën edhe 10 ditë të nxehta, edhe vegetacioni është tharë gjithandej, dhe rreziku i zjarreve është i madh. Forcat operacionale, zjarr fikset të emergjencave, ushtërinë, mjetet i kemi gjitha nga dishmëria dhe realisht reagimi i gjithë strukturave ka qenë në kohë rekord. Kjo ka bërë që pra ti neutralizim në kohë zjarret, por nuk jemi të imunizuar nga zjarret. Edhe momentalisht që po flasim. Qarku i Dibrës është ndër qarqet që preket më shumë nga zjarret çdo vit në vendin tonë për shkak edhe të sipërfaqes së madhe pyjore që ka.